Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e baklavës me djellë dhe hanë. Përgatitja e thjeshtë, ideale për fillestarët. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj baklave, një recetë cilën e kam mësuar nga nëna ime, bëhet shumë e mirë, e shkreptë dhe e thjeshtë për përgatitje. Në një enë shtojmë 4 vezë. Këto masa janë përshtatshme për një tepsi me numër 55. Shtojmë 2 të verdha të vezës, 4 vezë të plota dhe 2 të verdha. Ja shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer dhe me një tel kuzhine e përzim masën pak kështu që vezët dhe sheqeri bëhen në një masë. Mjaftueshëm është përzimja, nuk nevojitet një përzierje e gjatë. Ja shtojmë lëngun e gjysmë limonit, 2 lugë gjelle me uthull të bardhë 9%, përsëri e përzim. Përgatitja e brumit është e thjeshtë dhe me pak përbërës. Këtë baklavë mund ta përgatisin dhe fillestarët. Tash shtojna një gotë 200 ml me vaj dhe masën përsëri e përzim mirë e mirë. Shtojna 400 gram me kos, përsëri masën e përzim. Nuk nevojitet në një përzierje gjatë për disa sekonda. Tash e shtojna millin. Mirë po masat e millit asnjëherë s'dihen fikse, do na duhet dikon 1 kg 400-500 gram, duhet na del një brum i butë. Për atë arsye masën e millit e shtojmë kështu pjesë. Ja shtojna edhe një paketim pluhur për pjekje. Dhe fillojmë që brumin direkt ta punojmë me dorë. Punojmë, shtojmë mill derisa ta formojmë brumin. Nuk duhet del brumi i fortë, po duhet që të del brumi i butë. Shtojmë pjesën tjetër. Kam punuar brumin mirë, e kam punu gjërsa largu brumin nga dora. Pra kam fitu një brum të butë, e vërejni dhe vetë. Tash e mbuloj me ina ku ndodhet brumi dhe na mbjen dhome brumin e lajmë që të pushoj rreth 40 minuta. Brumi i baklavës ka pushu mjaftueshëm, e larguar nga ina, kalojmë tavolinë pune, hedhim mirë tavolinë pune, pasi brumi ka pushu mjaftueshëm, është bërë elastik, është bërë shumë i mirë. Mundohem të largoj gjithë brumin. Tash brumin pak e rrotullisim, shumë pak, jo shumë, dhe e ndoj në 80 pjesë të barabarta. Kështu, ne fillim në gjysmën në 40 pjesë, gjysmën tjetër në 40 pjesë tjera. Kështu, sa një kopërare, një kulaç është mjaftueshëm në pjesë e brumit. Se cilës pjesë brumit ja japim formën e një kulaçit, duke rrotulluar gjithë brumin në pjesë dhe ja japim formën e kulaçve. Sa më të lëmuar kulaçet, aq më mirë do bëhet hapja. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Nuk hedhim shumë miell në tavolinë punës kur të bëjmë rrotullisjen e kulaçve, sepse mos na bëhen të fortë, ngelin kështu të butë me le do e bëjmë hapjen. Vazhdojna tutje në mënyrë të njëjtë, vetëm se mundohem gjithë kulaçve apo gjithë pjesëve të brumit t'ja jap masinë e njëjtë.
Kuleçt e formuar direkt I vendosim në një tepsi, kështu të lyer me vaj, patjetër tepsia duhet jetë e lyer me vaj. Në këtë mënyrë vazhdojmë tutje. Kam formuar gjithë kuleçët, sipër I mbuloj kështu me foli najloni. Gjithë tepsinë e mbuloj, sipër najlonit vendosi një pecetë kështu kuzhine dhe përsëri kuleçt I loqet pushojnë në ambient dhome për 30 minuta tjera. Kuleçt kanë pushuar mjaftueshëm, tash largojmë 5 kuleç. Pra hapjen e bëjmë kështu nga 5. Të tjerat përsëri mbulojmë dhe filloj me hapjen e kuleçve, kështu I lajmë të mbuluar derisa të bëjmë hapjen e kuleçve të parë. Filloj me hapjen, na duhet një sheste, këtu kam 600 gram, mjaftueshëm do t'jetë këtë bakllavë 600 gram. Hedhim në sheste dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. Hapjen e bëjmë me anë të shkopit kështu. Duhem t'ja formën rrethore dhe hapi në masi të një pjate. Shtoj një sheste sa herë që ka nevojë. Një pjate kështu me të madhe bëj hapjen. Besoj se është mjaftueshëm. E lajmë në një rizkaj tavolinës. I hedhim një sheste sipër kështu. Mundohem që një shestën ta përhapi mirë. Në këtë mënyrë vazhdojmë tutje me të gjitha. Kështu e hapim kulaçin e dytë, kulaçin e tretë, 4, 5 dhe I vendosim njërën mbi tjetrën duke shtruar një sheste. Mundohem që masinë e të gjithë petave të hapura ta bëj njëjtë kështu me masinë e petës së parë. Mundohem sa më shumë t'ja formën e rumbullakët. Në fillim na vështirë jepet, por të rënditën njëra mbi tjetrën kur të bëjmë hapjen paralel të gjitha e marrin formën rrethore. Vendosim dhe kulaçin e dytë, hedhim një sheste. Vazhdojmë në mënyrë të njëjtë me kulaçin e tretë. Këtë mënyrë hapim dhe kulaçin e tretë. Kështu, duke hedhur një sheste sa herë që të ka nevojë. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje me të gjitha. Dhe petën e pestë e kam hapur, e vendosi kështu tek pjesët tjera. Dhe filloj që të bëj hapjen e të gjithave paralel. Hedhi një sheste sa herë që të ka nevojë. Një shestën e ngelur në tavolinë pune e largoj, nuk ju hedhin petat sepse do I dëmtoj, do I prish petat, do coptohen. Mundeni të gjithë 80 kuleçët I hapni kështu nga 5, t'i vendosni në një tepsi dhe më pas të filloni që t'i bëni të mëdha sa tepsia, ose mundeni kështu 5 t'i hapni këtë masi të pjatës dhe më pas të filloni paralel, varet se si doni të punoni. Unë kështu nga 5 do I bëj njërën mbi tjetrën dhe do I hapi të gjitha për një herë. Më mirë më vjen këtë mënyrë të veproj. Gjatë hapjes brumin e kthejmë herë nga njëra anë, herë nga tjetra dhe I hedhim një sheste sa të ketë nevojë.
Shumë e rëndësishme është që ambienti dhomës të jetë konstant, nuk duhet që të jetë shumë i ftoftë apo shumë i nxehtë, pra në temperaturë normale hapja do bëhet shumë mirë. Tash i rrogollisim kështu petat për shkopi dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. Pra kështu në këtë mënyrë bëhet shumë lehtë. E rrogollisim, duart bëjmë kështu në këtë mënyrë paralel dhe nuk e shtypim brumin shumë. Kështu në këtë mënyrë bëhet hapja. 3 herë hapim duart në mënyrë paralele dhe shumë lehtë e bëni. Munduhen t'ja formën e tepsisë, formën rrethore. Dhe në këtë mënyrë i hapi petat në masinë e tepsisë. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë. Kam hapur 5 petat në masi e dëshiruar. Tash i vendosi në tepsi. Tepsia nuk ka nevojë që të lyhet me një yndyrë me gjallë pa më vaj. Petat duhet janë të hapura pak më të madhe se tepsia. Gjatë kohës kur t'i vendosi në tepsi, kështu në këtë mënyrë i vendosim duke e rrogollisur shkopin që më mirë të përhapen në gjithë sipërfaqen. Vazhdojnë atutje në këtë mënyrë, kështu pak me duar, shumë kujdes, që petat hapen gjithë sipërfaqen. Shumë mirë është. Përsëri morim 5 kuleç gjerë. Dhe në këtë mënyrë i hapim gjithë kuleçet nga 5, duke i bërë në masi e një pjate, duke u shtruar një sheste në mes. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje me të gjitha. Kështu hedhim një sheste, i hapim në masi të pjatës, i rendisim njëra me tjetrën. Këtë mënyrë vazhdojnë me të gjitha derisa të arrijë petat e 40 dhe më pas dhe hedhim arrat. Kam vendosur dhe petat e 40. Kështu. Nduhem që petat mirë t'i përhapi në gjithë sipërfaqen e tepsisë. Pak kështu me dorë nga gjitha anët. Mjaftueshëm, ja hedhi arrat, tu kam 500 gram me arrat të bluara. Ju mund t'i shtoni sipas dëshirës arra. Më shumë mund t'ja shtoni 2 renda më pak. 500 gram janë mjaftueshëm. Përhapi mirë gjithë sipërfaqen. Duhem t'ja largoj të pjesët e panevojshme të arrave. Përhapi kështu. Sipër arrave do hedhi kokos, kështu, dykon 2-3 lugë gjelle. Sa për një aromë më të shishme. Mjaftueshëm është. Dhe do ja shtoj dykon 3 lugë gjelle me gris apo semolina. E bën më të shkreft baklavën. Përhapim kështu. Mund që do mos t'ja shtoni mirë, po mua më pëlqen shumë kur ja shtoj. Dhe në mënyrën e njëjtë vazhdoj me hapjen e 40 petave tjera dhe i vendosim mbi arrat. Morim kështu me një thikë më të madhe dhe i largoj petat cilat kanë dalur jashtë tepsisë. Munduhem
që t'i bëj në mënyrë paralele me rrafët e tepsisë. Këtë mënyrë veproj nga gjitha anët. Kam prerë kështu petat cilat kanë dalë jashtë tepsisë. Unë këto pjesët cilat i kam largu nuk do i hedhi. Do përgatis poqe. Ju mund t'i përgatitni dhe si jufka, qofse doni. Pra poqen dhe përgatis në këtë mënyrë, marr pjesë, kështu, nga pjesët, dhe i bëj në formë të një trëndafili. Kjo masi është e mjaftueshme. Këtë mënyrë veproj me gjithë petat cilat i kam largu. Vetëm se nuk i shtypim shumë me duar, sepse do i dëmtohet forma. Unë do e prej në një mënyrë pak më të veçantë që dalen më bukur. Ka marrë kështu këto kallëta që formoj biskota për vitin e ri dhe ja kam dhënë një formë pak më të zgjatur, formës së yllit, dhe nga ansorët e tepsisë filloj që të nxjerr kështu pjesë të vogla. Pas pjekjes do dalin shumë bukur. Në këtë mënyrë veproj nga gjitha anët e tepsisë. Të pjesë të ngelura do i lëm dhe do përgatis jufka. Do e keni një recetë të këtyre jufkave. Do e shihni. Përgatitet me mish, shumë të mira dalin jufkat. Një gjellë vjetër, tradicionale. Ja pra, kanë fillu që të dalin këto tre këndshat. Vërtet shumë bukur rre baklava me këto tre këndsha. E sidomos, qofse tepsia është kështu pak më e thellë, më bukur do dale. Mënyrën e njëjtë vazhdoj nga gjithë rrafët e tepsijës. Kam prerë nga gjithë anët e vëreni dhe vetë ka dalë një formë shumë e bukur. Pjesë të ngelura do i thoj dhe më pas do i shprishi dhe do i bëj në blender dhe më pas do përgatis jufka. Tash morim një pjatë, unë do e prej në një formë tradicionale, cilën e kam mësuar nga nëna ime, pra me gjellë dhe hënë. Morim një pjatë kështu dhe munduhemi ta vendosim në mes të baklavës. Tash munduhem që në mes ta jap formën e pjatës, formën rrethore. Bëj gjellën. Nga gjitha anët e pjatës shkoj rreth e përqark. E majmë pjatën kështu që mos të lëvizë. Nga gjitha anët kam përprerje. Ja pra, forma rrethore. Kështu, tash do bëj formën e hënës. Kjo ka qenë një ndërprerje tradicionale të nënave, gjyshëve tona. Dhe vërtet ka qenë shumë një prerje e bukur, një prerje cilat ka kthyer në nostalgji, e ka simbolizu festën e Bajramit. Ja pra, kjo mënyrë. Dhe këtu do ja bëjmë një yll. Mirë po ju mund qofse s'keni një kallëp të tillë kështu, mund ta bëni yllin me një thikë. Unë pas e kam këta të dale më e bukur. Kujdej se largojmë. Vërtet ka dalë shumë bukur e vëreni dhe vetë. Tash munduhem që ta ndaj kështu në 4 pjesë të barabarta. Vetëm se nuk e prej mesin. Munduhem që vizat t'i qoj drejt. Nuk do e prej kështu deri në fund, që këto pjesët cilat kanë dalë tre këndshe mos prishën. Dhe nga ana tjetër, kështu do e prej, vetëm munduhem që ta qoj në pamje të drejt.
Pra kam fitu 4 pjesë. Nuk I prej deri në fund. Se cilën pjesë do e prej në 2 pjesë të barabarta. Kështu veproj me 4 pjesët. Pasi e kam ndarë në 8 pjesë, tash se cilën pjesë përsëri e prej në 2 pjesë të barabarta. Me po munduhemi që në gjeri në fund mos bëjmë prerjen. Tash munduhem që të bëj forma të pjerta. Tek se cila pjesë, kështu, në këtë mënyrë. Dhe nga una tjetër, nga 2 pjesë bëjmë prerjen e se cilës pjesë të ndarë. Shifni dhe vetë sa forma të bukura dalin. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë, kështu, duke ndarë se cilën pjesë në 2 pjesë dhe duke bërë prerje kështu, nga 2 prerje tek se cila. Tu kam shkrier gjalpjen, unë e kam të lynë lupe. Më të mira do dalin baklavat qoftë si hedhim t'lin lope. E kam shkri mirë dhe më pas kur ka vendosur këtë shkumën e barë sepër, e kam lanë në zjarë në temperaturë 1 gjeri sa ju ka largue tëra. Unë kam pas 1 kg 300 gram me t'lin lope. Për këto masa janë të mjaftueshme. E kam shkrir dhe e kam lanë të ftohet. Tash ena në të cilën ndodhet lyni e vendosi kështu në tepsi. Dhe me anë të lugës mundohem kështu nga gjitha anët ta kaloj lynin kështu nga qoshet. Në fillim e kaloj nga gjithë qoshet e tepsinjës, kurse pjesa e mesme do laget me t'li kështu nga qoshet. E vërejni dhe vetë. Shumë e rëndësishme janë që qoshet e baklavës të bëhen me t'lynin apo me yndyrën. Tash filloj që të hedhi mbi sipërfaqen e baklavës gjalp. Përhapi kështu mirë e mirë. Masën e ngelur në fund nuk do e hedhi, e shifni dhe vetë, kjo është dhalti, pra do e bëj baklavën me pjesë të zeza shumë qoftë ja hedhi. Dhe baklava tash është gati për pjekje. Unë e kam nxehtë tuponin në 190 gradë. Tash baklavën e fus në tupan, si që ceka tuponin e kam nxehtë dhe në momentin që do e fus, baklavën e uli temperaturën në 150 gradë dhe e lën kështu baklavën në tupan për 10 minuta. Pas 10 minutave e hapim tuponin. E bëjmë sjelljen e baklavës. Ka filluar që të pjekët, si që shihni. Me por që mos ta humbe atë ngjyrën e artë, sepër ja vendosim një tepsi tjetër, kështu, e cila përputhet me tepsin ku është baklava. E mbyllim tuponin dhe e lajmë në temperaturë 100 gradë për 2 orë, 2 orë e gjysmë, mirë po gjatë pjekjes vazhdimisht e kontrollojmë dhe sjellim nga ana tjetër. Baklava është pjekur, e kam largu nga tuponi dhe e kam lënë që të ftohet. Tash e përgatisim shërbetin. Tash përgatisim shërbetin e baklavës. Për atë tepsi na duhen 2 kg e 200 gram me sheqer. I hedhim në një enë, kështu, shumë kujdes, shtojmë sheqerin. Shtojna 2 vanile sheqeri për aromë. Ja shtojmë 1 litër e 100 ml me ujë. Shtojna dhe 3 lugë gjelle me ujë, 1 litër e 100 dhe 3 lugë gjelle plus. Gjithashtu shtojmë dhe lëngun e gjysmë limonit. Dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin duke e përzier vazhdimisht derisa ai fillon të vlojë.
Shërbeti ka fillu që të vloj, vërehen fluskat e para kanë përzier vazhdimisht gjë momentin sa ka fillu të vloj, tash ulin temperaturën mes tultës dhe të mesmës dhe zim shërbetin në temperaturë për 15 minuta. Shërbeti është zier për 15 minuta, tash e largojna nga zjarri. Tek shërbeti kështu vali nxehtë shtojmë 50 ml me ujë të ftohtë. Uji dhe lëngu i limonit i ndihmojnë shërbetit që mos të kristalizohet. Tash e përzi masën kështu mirë që të përhapet uji. Dhe baklavës së ftohtë ja shtojmë shërbetin kështu val të nxehtë. Është një shërbet i cili e bën baklavën të shkret, nuk dele but baklava nga këtij lloj shërbetit, bëhet baklava që shkrihet në gojë. Kështu me këtë shërbet munduhem që çdo pjesë të baklavës ta bëj. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë shërbeti. Kur hidhet në baklavë, e merr me një herë. Ja kam hedhur shërbetin baklavës, se për e mbuloj me një tepsi, nuk duhet që të mbuloni me një foli alumini, pasi do i mbyllet nga gjitha anët, vrimat dhe nuk do ketë ajër dhe do qulloset baklava. Kështu kur ta mbuloni me një tepsi të masisë së vet, do me thënë kur ndodhet baklava do jetë më mirë, e lojmë për një natë të kështu të mbuluar që ta merr shërbetin dhe do jetë gati për konsumim. Baklava e kam marrë shërbetin mjaftueshëm, e kam lënë të qëndrojë për një natë, duket shumë e mirë nga pamja. T'i largoj një 2 pjesë dhe t'i shihni se si ka dalë. Pjesa e parë largohet pak me vështirësi, nuk i del tamam forma, po do mundohem që ta nxjerrë formën mirë. Ja dhe si duket baklava, vërtet ka dalë shumë e mirë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë baklavë me djellë dhe hanë, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura. Urime festa e Bajramit nga sofra shqiptare.